Tani, i thamë të gjitha këtone, dëgjojeni pak deputetën që është totalisht në ajër. Dëgjojnë që. Ndërtimi dhe operimi i portit i kalon drejt për drejt subjekti strategjik pa një procedurë të hapur konkurruese apo koncesionare. Okej, tani, siç e tham, nëse është investim strategjik, ai ka kaluar të gjitha hallkat nga Komiteti i Investimit Strategjik. Interesi publik garantohet përmes filtrit të investimit strategjik, kontratës koncesionare me detyrime të qarta investimi. Në shikoni sa në ajër e siguron kontrata koncesionare, thotë. Do me thënë, sinqerisht është totalisht 10.000, 3.000, 700.000, 805. O, deputete! E hoqe pra kontratën koncesionare, a lexon çka ke propozuar, molla? Ë? Atë pra po bën ky amendamenti yt këtë po bën, po heq garën. Po si mund thua që ka garë sepse garanton kontrata koncesionare? Po këtë po bën pra amendamenti jot. A e lexon të paktën atë që propozon më? Lexoj më, lexoj, ta kanë dhënë vërtet, nuk e ke bë veti. Ta kanë dhënë më, jam dakord. Po lexoj më drejtë më. Po mos thuaj që ta garanton interesin publik kontrata koncesionare. Çka kontrata koncesionare? Ti e hoqe kontratën koncesionare. Amendamenti jot e hoqi kontratën koncesionare. Çka i garanton publikut kontrata koncesionare? S'ka më kontratë koncesionare. Ka investitor strategjik merr e bëj portin vet. Ë? Kjo është. Qa kontrata koncesionare, thua? Investimi strategjik s'ka garë. Është investim privat. E bën privati si pas midesë vetë. Është iniciative lirë në i treg të lirë. S'ka garë. S'ka as garanci për interesi publik, se si prishet puna ati për interesi publik. Kemi një monitorim të fortë shtetëror dhe transferim të detyrueshëm të portit në pronësi të shtetit. Dhe në ato rast. Qa ti thua shumë? Më thuaj, qa ti thuash mëlla? Kjo është deputete dhe nuk e di që investitorët strategjik nuk lidhin kontrata koncesionare. Kjo vazhdon akoma do t'ja kthejnë shtetin në fund kontratës tot. Kujt kontrate? Kujt kontrate? Në fund të kujt kontrate o deputete tani? Investitori strategjik nuk ka kontratë. S'ka fund. Është pronë e ti e gjitha, dhe hoteli, dhe porti turistik, si që keni bërë ligjin ju. Janë gjitha më pronë ati. Dhe kjo është, do me thënë, nuk ka një gjë që do t'a lidhësh ti për t'i marrë mbrapsh portin tëndë. Nuk ka merë do të portin të mbrapsh. Pse? Sepse tashmë është pjesë e investimit të ti, si tashmë përpara, pra hoteli, fshati turistik e ti, ka zgjedha i vetë më t'i bëj këto investime. Është treg i lirë, ka zgjedhur bëj investime, ka blet tokën, ka bë hotelin, i thos shtetit, ata bëj dhe i port tu, bëj edhe i port të shteti, a fal. Dhe ka dhe portin ai. Si do të trashëgoj hotelin në Tapi, apo vilat në Tapi, do të trashëgoj dhe portin në Tapi. Dhe fusi aty. Se s'ka kontratë t'ja kthej shtetit, duhet ketë kontratë koncesionare t'ja kthej shtetit, nuk ka. Dhe kjo është arsyeja pse keni bërë. Që këta investitorë strategjik, për shembull, si puna e Zamirit, apo Qetit, apo Carapulit, apo Ulta Xhaçka, për shembull, të bëjnë porte vetëm. Të bëjnë porte vetë, pa garë, ti trashëgojnë brez pas brezi, si prona. Ka që thjesht është. Ju për këte bët. Dhe u fshet pas Xharet Kushnerit, më mundon?